Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim kolla, nga se shkaktohet ajo dhe si ne të ndihmojmë me trajtimin alternativ. Kush është në të vërtetë mekanizmi fiziologjik i kollës? Aktivizohet kur receptorët e irritimit në faring, në laring, në trake, në bronke, në pleur stimulojnë nervin vagus. Sinjali shkon në qendrën e kollës në tru dhe ky i jep komandën. Frymarrje e thellë, mbyllje e glotisit, kontrakcioni i muskujve të kraharorit dhe shpërthimi i ajrit me një presion të lartë. Ky është një refleks mbrojtës, jo sëmundje në vetvete. Kolla është një zë i brendshëm që kërkon të dëgjohet. Ajo shpërthen si një portë që hapet me forcë dhe si një stuhi e vogël nga brenda kraharorit jashtë tij. Kur është e thatë dhe kërcet si një deg që shqyhet në ajër nga era, kur është e butë dhe me sekrecione i ngjan një lumi që me të vërtet don të pastroj shtratin e vet. Kolla e natës është një kollë intime, është që zhvillohet si thuash kur trupi gati është i çarmatosur, është në gjumë sipër dhe shpirti zbulohet. Në disa raste, kolla nuk është vetëm irritim, por një tension i pashprehur për një ngarkesë që kërkon një dalje. E në të gjitha rastet, ju duhet të mësoni mirë shkaktarin dhe mbi të pastaj të veprojmë për të marrë masat e duhura. E nëse ne nuk mund t'i japim dot zgjidhje kollës me medikamente që mund të kemi në shtëpi, por pa kaluar shumë kohë, duhet i drejtohemi mjekut për ekzaminimet e mëtejshme. Kur duhet të shqetësohemi ne? Në rast se kolla vazhdon mbi 4-5 ditë, shoqërohet me një temperaturë mbi 37.5, kur gjatë nxjerrjes së sekrecioneve mundet që të vërejmë gjak në ato sekrecionet në pështyme kështu me radhë, kur ka vështirësi individi në frymëmarrje dhe ndihen si një gulçim të kraharorit, kur personi ka një dhimbje kraharori dhe është shoqëruar ndoshta edhe me një humbje në peshë, atëherë duhet të drejtohemi tek mjeku specialist për të marrë edhe një informacion të mëtejshëm dhe mandej për të bërë edhe ekzaminimet e duhura. Sipas kohëzgjatjes, kolla mund të klasifikohet ose të grupohet kështu. Është një kollë akute e shfaqur rishtazi dhe kjo mund të zgjasi, po jo me intensitet të shtuar për afërsisht, le të themi, 10-15 ditë. Ndërsa, kur kjo bëhet një kollë pak më e fortë, më agresive, her pas here nxjerr më shumë sekrecione, ajo nuk është më akute, por është bërë subakute, gati, kjo mund të shkojë edhe 2 muaj. Por asnjëherë pa trajtime mjekësore dhe asnjëherë pa trajtime natyrale. Dhe mund të bëhet një kollë kronike, ne kemi parë edhe tek shumë njerëz që her pas here ata shpërthejnë me një si buçitje, si një gulçitje nga brenda, jashtë dhe shoqërojnë shpeshherë edhe me spërkla pështyme të tjera. Mirë është që sa herë që kolliteni në ambientet publike, është mirë që të vendosim ose garza, ose shami, ose të kollitemi duke ngritur xhaketën. Kolla kronike mund të zgjati më shumë se 2 muaj. Kush janë shkaktarët kryesor të kollës sipas origjinës? Dhe prandaj ne përmendem që bashkëpunimi me mjekun ka shumë rëndësi, pasi ai mund të përcaktojë nëse një kollë e ka origjinën nga viruset e ndryshme, nga ftohjet e kafazit kraharorit, nga gripi i llojeve të ndryshme, ose qoftë ky edhe Covid, ndoshta edhe ndonjë bronkit viral, mushkrit të inflamuara pas virozës e të tjera. Janë ato që na japin këtë nxitës, pra na nxisin kollën. Po kështu, infeksionet respiratore bakteriale, pneumonitë ndryshme, sinoziti, pra dhimbja në pjesën e ballit, bllokimi i hundve, vështirësia e frymarrjes gjatë natës, një bronkit bakterial,
kur shpesh shoqërohen këto edhe me temperaturë mbi 37.5, por njëkohësisht ai sputumi që nxjerrim, ato sekrecionet, mundet që të na marrin edhe një ngjyrë të verdhë deri në jeshile. Kemi një koll të shkaktuar nga alergjitë, inflamacioni kronik, rinit alergjik, kjo mund të na japi edhe astmën bronkiale, eozinofili të ngritura në analizat e gjakut, dhe më të shpeshta, më të dukshme këto janë tek alergjitë stinore dhe kryesisht në periudhën fillimi i pranverës, pra fundi i dimrit, fillimi i pranverës, kur masa e ajrit është e ngarkuar me polene të shumta. Mund të kemi një koll të shkaktuar nga refluksi gastroezofagal, që do të thotë, nëse kemi një aciditet të shtuar në stomak, i cili djeg irriton edhe pjesën e laringut, edhe bronket, dhe sikur kemi një koll të thatë, të mpret, qoftë edhe sa fillojmë që të shtrihemi në krevat. Kjo koll e shkaktuar nga aciditeti në stomak shoqërohet shpesh herë edhe me djegje të kraharorit ose në pjesën e sternumit, në pjesën e mbrapme. Kjo koll e ka origjinën nga gastriti, nga aciditeti i shtuar i stomakut. Sëmundjet pulmonare kronike mundet që të na japin një koll, një koll e ardhur nga një bronkiektazi, nga fibroza pulmonare. Tipari këtyre është, ose veçantia e tyre është se nëse nga kolla e shkaktuar nga gastriti nuk kishim nxjerrje sekrecionesh dhe kolla ishte e thatë, një koll e shkaktuar nga bronkoektazia është e shoqëruar me sekrecione të ndryshme, me ndoshta me ngjyrë të verdhë deri në të gjelbër, ndoshta hera herës edhe të shoqëruara me gjak. Në këto raste, ju pa diskutim duhet merrni një kontakt me mjekun pneumolog. Medikamentet e ndryshme që mund të merren për tensionin, këto ACE inhibitorët e tjera, mund që të na japin një koll, e bisedohet me kardiologun për ta ndryshuar ndoshta këtë medikament. Po kështu edhe duhani, tymi i duhanit, alkooli, qëndrimi në ambiente të mbyllura pa ajrim, jeta sedentare pa aktivitet fizik, mundet të bëhen shkaktar për një koll, ndoshta pa marrë masat për korrigjimin e tyre, për një koll ndoshta më shumë se 2 javë. Shkaqe të tjera serioze për nxitjen e kollës do të themi që janë tuberkulozi, tumoret në mushkëri, embolit pulmonare, insuficienca kardiake. Pra kjo e insuficiencës është sikur njeriu ka një shtrëngim të kraharorit, i vjen një koll e thatë kështu, por një koll që njeriu shpeshherë edhe sikur nuk mbushet me ajër, pasi me të vërtetë zemra dhe mushkëria janë shumë të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën. Po kush mund të ishte trajtimi i kollës në kushte shtëpie, ose le të themi trajtimi viral i saj? Për shembull, nëse jemi në një ambient shtëpie të ngrohtë, po na ka kapur një virus, një grip, atëherë duhet të përdoren bimë që janë antivirale të fuqishme, siç është trëndafili i shkëmbit, siç është trumza e malit e shkëmbit, siç është dafina që tashmë e njohim, rigoni, karafili e të tjera. Bimët antivirale që mund t'i bëjmë edhe si çaj, por mund t'i bëjmë njëkohësisht edhe si avull për zbutjen e sekrecioneve, për zgjerimin e rrugëve të frymarrjes dhe për zhbllokimin e tyre. Një çaj antiviral i pasuruar për shembull edhe jo vetëm me këto, por edhe me bimën e mëllagës së zezë, me lulen e ekinacjes e të tjera, na ndihmon që mushkëria jo vetëm të pastrohet mrekullisht mirë, por të fillojë edhe rigjenerimi i saj dhe njëkohësisht organizmi të jetë mrekullisht i shëndetshëm. Si mund të veprojmë në këto raste? Pihen afërsisht nga ky çaj 2 deri në 3 gota në ditë. Në mëngjes, drek dhe darkë
mund të konsumojmë 1 deri në 2 thelpinj hudhra të shoqëruara me çajin. Në drek mund të konsumojmë pak qep të kuqe dhe propolisin me rigon e pim 3 herë në ditë nga 10 pika. Njëkohësisht, kemi atë antiseptikun bimor që ne mund të sprucojmë duart, mund të sprucojmë në gojë dhe i mbajmë në hund. Ekstrakti balsamik, i cili ndodhet këtu, ka në brendësi të tij ekstrakte nga bimë të cilat kanë ekualiptole, nga ekualipsi, nga dafina e kështu me radhë, dhe mund të përdoret 2 herë në ditë nga një lugë kafe pas buke. Kjo lehtëson shumë edhe rrugët e frymarrjes, por edhe i zgjeron ato. Ekstrakti balsamik, të mos harroj, mund të përdoret edhe për fëmijët, por në doza shumë të vogla, gjysmë lugë kafe deri në një lugë kafe në varësi nga mosha e tij, por njëkohësisht mundet të përdoret edhe në rastet kur neve e ngrohim trupin, pasi i tham, edhe këto pulmonet mund të na jenë nxitse të kollës, edhe ne çfarë bëjmë? Ngrohim trupin pranë një burimi nxehtësie, duke e masazhuar atë lehtë me ekstraktin balsamik. Avuj që do të na ngrihen gjatë natës, qoftë edhe tek fëmijët e vegjël, ngrihen dhe këto si shtullunga, mbështillen nga hundët dhe shkojnë në mushkëri, duke qetësuar atë dhe njëkohësisht duke nxitur rigjenerimin e saj. Mbaj mend një formulë shumë të rëndësishme për trajtimin e mushkërive në rastet e një virusi dhe për të qetësuar kollën. Çfarë mund të bëjmë praktikisht? Marrim një qep të kuqe me i peshë afërsisht 60 deri në 80 gram. E qërojmë atë dhe hedhim në frulator për ta grirë. Marrim një copë xhinxher, e cila duhet të jetë parafërsisht 1 deri në 1.5 më shumë se pesha e qepës. Pra, marrim xhinxherin, e pastrojmë mirë, e kruajmë, e coptojmë dhe hedhim tek grisja. I grim të dyja së bashku. Marrim këtë masën e grirë dhe hedhim në një kavanos, duke shtuar në të njëkohësisht edhe një lugë gjelle i amball të bluar, në mungesë të tij qepa e kuqe, xhinxheri dhe mjalt. Mjalti i gështenjës do të jetë shumë i mirë, por edhe mjalti shumë lulës do të hidhet në sasinë si më poshtë. Nëse këto na dalin 6 deri në 7 lugë gjelle nga përzierja, atëherë po kaq do të hidhet edhe mjalti. I përzijej mirë së bashku dhe çdo mëngjes dhe darkë konsumohet nga një lugë çaj për fëmijët e vegjël, në mëngjes dhe darkë, nga një lugë supe për të rriturit. Ky ishte për një trajtim të kollës me origjinë nga viruset e ndryshme. Trajtimi i kollës alergjike, ku ne vëmë re se nga ana fiziologjike trupi fillon të çlirojë histaminën. Dhe kjo histamin fillon të na japi irritime, bllokime hundësh, kollë, teshtitje, rrjedhje hundësh e të tjera, qetësohet mrekullisht mirë nga këto produkte natyrale. Kolla alergjike që shkaktohet nga polenet e ndryshme në ajër, nga pluhurat, nga tymrat e makinave, kështu me radhë, gjen një qetësim shumë të mirë të saj me këto produkte natyrale. Marrim në një tenxhere, hedhim 1.5 litra ujë dhe shtojmë në të 6 deri në 7 lugë gjelle çaj alergomer. Shtojmë në të 1 dorë hithra, pasi hithra pengon çlirimin e histaminës, nxitsin kryesor të teshtitjeve dhe mëllag të zezë, malva silvestris, ndoshta edhe 1 lugë çaj kamomil. Që të gjitha këto do të na ndihmojnë mrekullisht mirë në qetësimin e rrugëve të sipërme respiratore dhe mund të pihen 2 deri në 3 gota në ditë nga 200-250 ml nga ky çaj. Mandej, propolisi me rigon përsëri përdoret 3 herë nga 10 pika për të rriturit dhe 3 herë nga 5-6 pika për fëmijët. Kjo mund të hidhet drejt për drejti në çaj, mund të hidhet në gjell, mund të pihet
edhe kështu siç është, e hedhim në gojë, e shëtisim mirë dhe mandej e kalojmë. Nga ekstrakti balsamik, për fëmijët e vegjël mund të përdorim 2 lugë kafe në ditë duke ja hedhur në gjellë, ndërsa të rriturit mund të pinë edhe 2 lugë çaj në ditë dhe ju bën mrekullisht mirë një rritje të rezistencës së brendshme. Njëkohësisht, për alergjinë e shkaktuar nga polenet, nga tymrat e kështu me radhë, mund të përdorim 1 deri në 2 lugë çaj me vaj të farës së zezë për të rriturit dhe 1 deri në 2 lugë kafe për fëmijët e vegjël. Pra, nigellina që ndodhet kjo tek vaji i farës së zezë, ul si thuaç atë agresivitetin e trupit. Një kollë e shkaktuar nga refluksi i stomakut. Mendojmë se qetësohet dhe njerëzit kanë pasur shumë mirë rezultat duke bërë këto trajtime. Marrim në një tenxhere, hedhim 2.5 litra ujë, duke hedhur 1 paket nga 4 që ka ky çaj Gastromer, 2 deri në 3 lugë gjelle nga çaj Broncomer, pra qetësuesi i mushkrive, dhe këto pihen afërsisht 3 herë nga 1 gotë në ditë para buke. Kemi parasysh për fëmijët e vegjël mund të japim 2 deri në 3 filxhana kafe ose çaj dhe të shoqëruar këto ndoshta me 4-5 pika për fëmijët propolisin me rigon, nga ekstrakti balsamik, 2 lugë kafe për fëmijët e vegjël, 2 lugë çaj për fëmijët e rritur. Njëkohësisht është mirë të përdorim edhe këto tahinën, të përdorim jamballin si ushqyes, pasi qetësojnë ato peristaltikat e irrituara të stomakut dhe vendosin si thua balancën e prodhimit të acidit klorhidrik në stomak. Pra, nuk kemi një mjedis shumë acid dhe kjo të na japi atë si djegje të kraharorit. Nëse kolla është kronike, sekrecionet vazhdojnë, ndoshta ju keni marrë një kontakt me një mjek, ndoshta aty në lagje, kështu me radhë, dhe nuk keni qetësi, patjetër ju duhet kërkoni një mjek më specialist, ku aty mund të bëhet një radiografi toraksi, mund të bëhet një spirometri, mund të bëhen analizat e gjakut, mund të shikohen testet e alergjisë dhe mund që të kërkohet të bëhet ndoshta një vlerësim gastroenterik. Atëre që të gjitha këto do të hedhin dritë dhe do të na qartësojnë më mirë shkaktarin se nga vjen kjo kollë e zgjatur. Çfarë mund të bëjmë tjetër në kushtet e shtëpisë? Një kollë e gjatë, e shoqëruar ndoshta edhe me sekrecione, një kollë e thatë dhe e mprehtë, mundet të kërkojë edhe një trajtim të veçantë. Për shembull, në 2 litra ujë ne hedhim 5-6 lugë gjelle nga çaji Broncomer. Mund të përdorim lulen e blirit, lulen e shtogut, mund të përdorim 1 dorë sherebel, mund të përdorim mëllagën e zezë si zbutse, mund të përdorim aguliqen ose thundërmushkën, cilat juve të keni në shtëpi dhe që të gjitha këto po t'i mbledhim të mos na e kalojnë dozën 10 lugë gjelle në këtë sasinë e ujit. Pra, nëse do të kemi afërsisht 5 lugë gjelle nga çaji Broncomer dhe kemi 2-3 bimë të tjera që edhe nga një lugë, është e mjaftueshme 1 litër e gjysmë. Nëse kemi edhe thundërmushkën, edhe aguliqen e kështu me radhë, ne mund të marrim dhe të shtojmë ujë deri në 2 litra. Pra, të kemi parasysh edhe një diçka tjetër. 1 lugë gjelle ose kaq sa kap dora, një çaj që mund të jenë 3 deri në 4 gram maksimumi, e duan sipas rregullit 200 ml ujë për t'u zier. Ky është një çaj si thua brenda normave farmakologjike që ne nuk dëmtojmë. Po kështu, propolisi me rigon, që është me të vërtet antiseptik i mrekullueshëm, edhe antiviral i mrekullueshëm, mund të shoqërohet edhe me atë antiseptikun bimor, mund të shoqërohet me ekstraktin balsamik, 2 herë nga 1 lugë çaji në ditë, dhe kjo do të na ndihmojë që secila nga këto, duke na dhënë atë kontributin e tyre, do të kemi një qetësim dhe një ndalim të kollës. Po kolla me shumë sekrecione, si mund të trajtohet nga ana juaj? Marrim afërsisht në 2 litra ujë,
hedhim, pra kur ka sekrecione, por njëkohësisht mund të shohim në atë sputumin aty edhe qeliza gjak, pak ose shumë, nuk ka rëndësi. Pasi është bërë edhe ekzaminimi nga mjekët, mund ta ndihmojmë trajtimin mjekësor edhe me këtë këshillën tonë. Pra, marrim 2 litra ujë, hedhim afërsisht 5-6 lugë gjelle çaj bronkomer, shtojmë në çaj, në tenxhere ku përgatitet çaj, 1 dorë lule bishtamithi ose 2-3 fije lule basani, pasi këto bimë përmbajnë vitamin K që na ndihmon në ndalimin e hemorragjisë. Shtojmë 1 dorë me lëvore vidhi, mund të shtojmë 1 lugë gjelle trumëz ose rigon, mund të shtojmë përsëri ndoshta 1 dorë me lule aguliçe. Mbasi kullohet çaj, e kullojmë dhe pihen afërsisht 3 gota në ditë. Në të gjitha rastet është mirë që çaji të ëmbëlsohet 1 gotë 200 ml me 1 lugë çaj mjalt. Mbas buke mund të përdoret me shumë efikasitet propolisi me rigon dhe ai antiseptiku bimor. Le të mbajmë mend edhe një këshill shumë të vlefshme, e cila me vërtet ka ndihmuar që njerëzit me koll të vazhdueshme, me problematika nga më të ndryshmet në mushkëri, ju ka dhënë shumë mirë rezultat në drejtim të rigjenerimit të atyre alveolave të mushkërive, thjesht duke përdorur këto produkte që ne po ja japim më poshtë. Marrim kocka këmbësh viçi, 2 deri në 3. I coptojmë, ndoshta i lyejmë edhe me pak uthull dhe i lëm 10-15 minuta. Mbas kësaj, i hedhim në tenxhere, hedhim 3 deri në 3.5 litra ujë dhe i lëm të vlojnë afërsisht 2 deri në 3 orë. Kullojmë lëngun e kockave në një enë dhe e lëm si thuash 10-15 minuta sa ajo të ftohet. Heqim pjesën e yndyrës dhe mandej këtë lëngun e kockave të këmbëve e mbajmë në frigorifer. Çdo mëngjes mbushim 1 gotë me lëngun e kockave, hedhim në të 1 të verdh veze ose edhe vezën siç është komplet, e përzijej mirë, e rrahim që ajo të marrë pamjen e një portokollate. Mandej shtojmë edhe 1 lugë çaj me mjalt. I përzijejmë së bashku dhe kjo pihet gjithmonë 30 minuta para buke esëll në mëngjes. Do të vini re që mushkëria juaj pëson një farë rigjenerimi të mrekullueshëm dhe të pabefasueshëm. Atëhere, gjithë kënaqësia e të ndjerit mirë nga përdorimi i kësaj gote të lëngut kockave me të verdhën e vezës, do të shumë fishohet kur ju të përdorni edhe çajin bronkomer dhe propolisin me rigon. Këto ishin këshillat që ne menduam të japim tek ju për të qetësuar kollën me produkte natyrale. Mos harroni të na ndiqni në kanalin ton @yllimeria. Mirupafshim në emisionin e radhës.